Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Edi Rama njofton deputetët se do të bëjnë betejë në listën e hapur, kryesocialisti thotë se vetë ai mund të mos kandidojë fare në zgjedhjet e 11 majit. Berisha prezanton koalicionin me 25 parti me të cilët do të garojnë në zgjedhjet e 11 majit, opozita synon fitoren me sloganin Shqipëria madhështore. Erion Velia e deklaron se të martën në apel do të çmendojë akuzat e prokurorisë së posaçme dhe avokatët amerikanë në mbrojtje të kryebashkiakut. Kryeministri Edi Rama u bëri të qartë deputetëve aktual se do të jenë në listën e hapur të kandidatëve. Në mbledhjen e grupit parlamentar, kryetari i Partisë Socialiste konsideroi 11 majin vendimtar për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por Rama surprizoi kur tha se nuk e ka vendosur kandidimin e tij dhe mund të mos jetë fare në listë. Në prag të miratimit zyrtar të listës garuese të 11 majit, kryeministri Edi Rama zbuloi detaje nga formula se si do të përzgjidhen kandidatët potencial, duke paralajmëruar gjaketat e vjetra se koha për betejën e hapur ka filluar. Asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur, sepse parimisht luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë. Kreu i Seli Seroz paralajmëroi transfuzion gjaku në venat e partisë. Pikërisht pse këta janë më të rinj dhe më të reja dhe ftohen ose përfshihen për t'i dhënë për t'i bërë një transfuzion të fuqishëm gjaku Partisë Socialiste dhe për t'a bërë partinë më të vjetër dhe më të re në Shqipëri, duhet të jenë aty. Teksa njoftoi se drejtuesit politik duhet të udhëheqin skuadrën dhe jo të futen në garë votash, Rama surprizoi kur tha se ende nuk ka një vendim për veten e tij nëse duhet të kandidojë si deputet apo jo. Pse unë duhet të jem aty në parlament si deputet për sa kohë kam të detyrë dhe nga ana tjetër do ishte prap një hyrje në hak ndaj të tjerëve që të vendose emri im dhe pastaj të vinin votat dhe të çorientoheshin njerëzit. Vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht se mund të mos jam fare në listë. Nuk e qenë deputet i të gjithëve. Shefi Magjerancës theksoi se 11 maj është vendimtar për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Nuk ka kapacitete të tjera jashtë kapacitetet Partisë Socialiste që mund të flasin me botën sot. As me Europën, as me NATO dhe as me askënd tjetër. Rama nuk la jashtë vëmendjes edhe reformën në drejtësi, duke përsëritur se është si rezultati i Partisë Socialiste, ndërsa një mesazh e kishte edhe për opozitën që kërkoi të shkrisë spakun sipas Edi Ramës. Nuk ka truk mediatik dhe propagandistik, nuk ka turist që vjen me kush e di çfarë page nga Amerika për të bërë një makjazh trampist të fushatës së atyre forcave. Rama u duki çliruar në përfundim të mbledhjes, ndërsa zgjodhi të shkonte në këmbë drejt kryeministrisë. Seli Berisha prezantoi këtë të hënë koalicionin me të cilin do të garojë në zgjedhjet e 11 majit ku bëjnë pjesë 25 parti. Në sloganin Shqipëria madhështore, opozita synon të kërkojë votat me qëllimin për të qeverisur vendin. Duke folur para alatëve, Berisha tha se Edi Rama tentoi ta binte të bashkonin votat për shkrirjen e spakut, por ai refuzoi. Partia Demokratike prezentoi Aleancën për Shqipërinë madhështore, duke çelur de facto fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Kryetari PD Seli Berisha shfrytëzoi ceremoninë ku merrnin pjesë përfaqësuesit e 25 partive aleate për të deklaruar se ky është koalicioni që do të kthejë opozitën pushtet pas 12 viteve opozitë. Ky koalicion që inaugurohet sot, që paraqitet sot para shqiptarëve, përfaqëson jo vetëm shumicën absolute në distancë
të qytetarëve shqiptarë, por përfaqëson në distancë elitën politike dhe të gjithanshme të kombit shqiptar. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha shpjegoi edhe sloganin Shqipëria madhështore, duke theksuar se programi elektoral i opozitës do të mundsojë ndryshimin real të jetës së çdo qytetari. Ku e nisim ne ndërtimin e Shqipërisë madhështore? Ndërtimin e Shqipërisë madhështore e nisim tek dhimbjet e tyre, tek vuajtja e tyre, që vjen nga varfëria ekstreme, me zotimin solem se 3 muajt e parë nuk do ketë shqiptar që nuk do marrë 200 euro minimum jetik. Dhe se rrogë minimale nuk do ketë në 500 euro. Dhe se rrogë mesatare nuk do ketë në 1200 euro. Berisha replikoi në distancë dhe me rivalin politik, kryeministrin Edi Rama, i cili ka ironizuar koalicionin opozitar, duke u fokusuar tek një prej kryetarëve të këtij koalicioni, Kujtim Gjusin. Çfarë paraqet para tjetër? Paraqet Hardhuc, paraqet Zhapi, paraqet Bretkoca, Zhaba, dhe tani sfundi i kanë ngel në gojë ku je Kujtim, jepi ato musteqe ose bëj diçka me të se çmellet pas musteqeve tua. Ku e kam Kujtimin? Bravo. Më pas gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha u kujdes të sqarojë pozicionin e tij të ri në raport me SPAK-un, duke theksuar se është kundër shkrirjes së tij. Ai dështoi të sigurojë votat e PD-s dhe të billë Sali Berishën për të shkrisë skapin e partisë, dështoi, bëri përpjekaj, edhe publike, edhe në rrogoz, por siç kam deklaruar dhe siç jam betuar, s'do i bashkoj kur votat me te. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi pak javë më parë se do të shkrijë prokurorinë e posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit, por më pas ai ndryshoi qendrim duke deklaruar se është për reformimin e SPAK-ut. Betejë për të mbrojtur familjen, por edhe shqiptarët, e ka cilësuar Erion Veliaj seancën e të martës në apelin e posaçëm, ku do të kërkojë ndryshimin e masës së sigurisë. Kryebashkiaku i Tiranës është shprehur se do të përgjigjet akuzave të prokurorisë për të cilat mbahet në qeli prej një muaji. Kryebashkiaku Erion Veliaj një ditë para seancës që do të ketë në gjykatën e posaçme të apelit, paralajmëron se përballja e nesërme do të jetë një rikthim i tij. Pas një muaj izolim, nesër do të rikthehem për të mbrojtur veten, familjen, por edhe çdo shqiptar që beson se letrat anonime janë pjesa më e shëmtuar e regjimit që lan pas e s'kan vend në Shqipërinë moderne. Shpallja i dënuar pa gjyq që në nisje ndodhte në ditët më të errta të ferrit komunist, por jo në një demokraci europiane. Hetimi biografisë personale apo vetingu i paligjshëm, si ky imi për 20 vjet, ndodhte vetëm në kohën e Sali Enverit, por jo sot në shekullin e 21. Veliaj nuk e ka kursyer sërish akuzat ndaj prokurorit Olzdado. Persekutimi i familjes nga një noter, nga babi, me pesa, pa meritë pa ligj, ndërtues në konflikt interesi, nuk mund të jetë etaloni i reformës në drejtësi. Shteti me WhatsApp në ditë pushimi, nga militant të zellshëm të Saliut, sot hetues të Olcit, është fyerje ndaj reformës ku besuam të gjithë. Presionin ndaj dëshmitarve, duke ju kujtuar burgun, prindërit e fëmijët, u përket xhelatëve të një regjimi, jo demokracisë. Teksa nënvizon se më shumë do të shprehet në seancë, Veliaj thotë se prezumimi i pafajësisë është detyrim për një standard europian. Avokati i studios amerikane, i cili mbron për më shumë se 15 vitesh presidentin Donald Trump, ka vizituar këtë të hënë në Durrës kryebashkiakun Veliaj. Ai deklaroi se mbajtja në burg e një politikani pa akuza të qarta është në kundërshtim me parimet e shtetit ligjor. Ekipi avokatëve të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka zhvilluar sot një vizitë në ambientet e paraburgimit në Durrës, një ditë përpara seancës së apelit për shqyrtimin e kërkesës së tij për lirim me kusht. Në këtë takim atyre ju bashkua edhe Joshua Roberts, përfaqësuesi i studios ligjore amerikane Caswitz Benson Torres, e cila po këshillon kryetarin Veliaj. Në një deklarat për mediat pas vizitës, Roberts bëri të ditur se ndodhet në Shqipëri si vëzhgues dhe theksoi rëndësinë e respektimit të standardeve ligjore ndërkombëtare. Në Shtetet e Bashkuara, sipas kushtetutës dhe legjislacionit amerikan, akuzat penale ngrihen vetëm kur ekziston një shkak i arsyeshëm që një vepër penale është kryer. Gjithashtu, ndalimi i qytetarëve para gjykimit ndodh vetëm nëse ata paraqesin rrezik aratisjeje ose rrezik për shoqërinë.
Ai shtoi se do të ndjek nga afër argumentat e apelit për çështjen e kryetarit Veliaj. Mbajtja e një politikani në paraburgim pa akuzat të qarta dhe pa një rrezik të justifikuar është në kundërshtim me parimet e shtetit ligjor dhe demokracisë. Nesër do të ndjek nga afër argumentet e apelit për çështjen e kryetarit Veliaj. Ndërkohë gjykata e posaçme e apelit ka rrëzuar sot kërkesën e nënës së Ajola Xoxës, Valbona Xoxa, për heqjen e sekuestros së një vile që ndodhet në Sherret. Komisioni e Ankimeve dhe Sanksioneve ka rrëzuar vendimin e kryekomisionerit Celi Bashi për projektligjin e trajtimit të dënuarve, i cili më herët u ndal për shqyrtim në Kuvend. Ky projektligj që ka në fokus lehtësimin e kushteve të izolimit, duke kaluar nga një burg i zakonshëm në një të hapur, i mundëson të dënuarit të punojë gjatë ditës dhe në mbrëmje të kthehet sërish në izolim. Gjatë shqyrtimit në komision, propozuesi i ndihmës, deputeti socialist Nasip Naço, sqaroi se dokumenti u dorëzua në Kuvend brenda afateve, ndërsa administrata e KQZ-s pretendoi se ky projektligj sjell përfitime të një kategorie të veçantë. Unë besoj që nuk do të merrem me të tërë. Ministri i Jashtëm Igli Hasani priti këtë të hënë në Tiranë ministren për çështjet europiane të Suedisë. Gjatë takimit ata vlerësuan bashkëpunimin mes dy vendeve, ndërsa Hasani e konsideroi të rëndësishme mbështetjen që Suedia ka dhënë për Shqipërinë për reformat institucionale dhe teknike. Ndër të tjera, ministrat diskutuan mbi angazhimin e përbashkët për të ruajtur dhe forcuar vlerat demokratike, paqen dhe sigurinë në Europë. Kjo e hënë shënoi nisjen e procesit gjyqësor për vrasjen e nxënësit 14 vjeçar në Tiranë, Martin Cani. Prindrit e tij ishin të pranishëm në seancë dhe kërkuan drejtësi për djalin e tyre. Është hyrë seanca e parë paraprake për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani, shkaku bë mungesa e shokut të Canit, i cili mbeti plagosur pas konfliktit në afërsi të shkollës Fanoli në Tiranë. Të pranishëm në seancë ishin dhe dy prindërit e viktimës, Ëngjëll dhe Florina Cani, të cilët u futën në gjykatë të kapur dorë për dore. E ëma tha për gazetarët se ajo nuk do të dorëzohet derisa të vendoset drejtësia për të birin. Do luftoj që dal e drejta, për drejtësi kemi ardhur, dal e drejta dhe të mbrohen gjithë fëmijët, sepse sot më ramu nesër mund të bëj kujdo. Se edhe fëmia im të bëhet një simbol për fëmijët e tjerë që mos ndodh te asnjë familje. Kjo tragjedi shumë mua ndodhi. Avokati familjes Cani kërkoi që seancat të jenë të hapura me prezencën e medjave. Këto lloj seancash ku pothuajse gjithë dosja ka dalë në publik, s'ka më sekret, nuk ka më emra personazhesh apo personash të përfshirë në këtë ngjarje, të mbetet e mbyllur për publikun. Duhet jetë seancë ku marrin pjesë gazetarët, marrin pjesë qytetarët, se në këtë formë ne bëjmë drejtësi jo vetëm në dhënien e drejtësisë, por dhe në dukje drejtësisë në mënyrë që të arrijmë në përfundimet e duhura. Martin Cani u vra nga bashkëmoshatari i tij me datën 18 nëntor të vitit të kaluar vetëm 200 metra nga shkolla Fanoli. Dy adoleshentët kishin një konflikt rreth përpara ngjarjes së rënd dhe kishin lënë për t'u sqaruar. Autori pas mësimit nxori thikën dhe qelloi për vdekje 14 vjeçarin, si dhe plagosi rënd shokun e tij. Autori i dyshuar akuzohet për veprën penale, vrasjen e rrethana cilësuese ndaj një të mituri. Çrregullimi të mësuarit e njohur ndryshe si disleksia po prek gjithnjë e më shumë fëmijët. Mjekët u bëjnë apel prindërve të jenë të kujdesshëm pasi përveç faktorit gjenetik, çrregullimi favorizohet dhe nga përdorimi i pajisjeve teknologjike. 1 në 5 fëmijë vuajnë çrregullimin e të mësuarit ose siç njihet ndryshe disleksia. Specialistët thonë se ky fenomen është mjaft i shpeshtë dhe se duhet të kushtohet vëmendje trajtimit. Përgjithsisht vihet të re tek mosha shkollore. Në moshën parashkollore mund vihet të re që fëmia ngatëron konceptet e majta e djatha, ka vështirësi për të mësuar konceptet kohore, për të mësuar ditët e javës, për të memorizuar ata. Pra, asnjë vështirësi për të memorizuar element kohor. Në momentin që vihet të re që fëmia ka problematikë të tillë, duhet patjetër të drejtohet tek specialisti. Nëse nuk trajtohet nga specialisti, mund të bëhet një pengesë për atë për pjesën akademike, për arritjen e aftësive akademike që atij duhen për sa i përket pjesës shkollore. Të mos lihet, le të themi në një mënyrë neglizhence, të mos lihet pas dore dhe të vazhdohet më vonë, sepse sa më shumë kohë të kaloj, aq më vështirë bëhet për fëmijën, duke qenë se ai fillon të ketë dhe një vetvlerësim më të ulët, për arsye se nuk arrin dot të kap nivelin e bashkëmoshatarëve.
Sipas specialistëve, çrregullimi është gjenetik. Përdorimi i pajisjeve digjitale gjithashtu favorizon disleksin. Nuk mund të themi që është një faktor që ndikon ose që shkakton një problematikë të tillë, por është një faktor, le të themi, që krijon një farë disavantazhi tek fëmia, sepse nuk e lë hapësirën e duhur që fëmia të fokusohet tek aktivitete ose tek metoda që atë ndihmojnë për të përparuar në këtë drejtim. Por ndërkohë japi një fokus pjesës teknologjike. Disleksia, një çrregullim neurobiologjik që prek pjesët e trurit përgjegjëse për përpunimin e gjuhës. Shenjat më të hershme shfaqen rreth moshës 1 ose 2 vjeçare. Lëvizja vetëvendosje është e bindur se do arrit të formojë qeverinë e re brenda afateve ligjore. Partia e drejtuar nga Albin Kurti synon që këtë herë të krijojë koalicion me forcat jo serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ai do të udhëheqë sërish ekzekutivin e ri të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Së pari rezultatet përfundimtare, pastaj certifikimi, pastaj bisedimet. Qeveria e sigurt e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje dhe unë. Por Kurti nuk i përgjigj pyetjeve të gazetarëve se me cilat parti opozitare lëvizja vetëvendosje është më e përafërt. Ndërsa negociatat vijojnë për formimin e qeverisë, nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca tha se vetëvendosja synon të formojë qeverinë e re me mbështetjen e partive jo serbe. Siç e keni parë, qeveria Kurti 2 u formua në bashkëpunim me minoritetet jo serbe. Ky është qëllimi ynë, sepse ka pasur ndikim pozitiv në Kosovë, duke parandaluar listën serbe që operon në ndikimin e Beogradit, që të ketë pushtet vendimtar, siç kishte në qeverit paraprake. Ndërkohë pritet që kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës të mbledh kryesin e partisë në mënyrë që të diskutojë rezultatin e zgjedhjeve, si dhe drejtimin që do të marrë pas certifikimit të rezultateve nga KQZ. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Bashkë ndajmë këtu, natë e mirë.